Shqipëria, vendi i vogël ballkanik, njoftoi një iniciativë të guximshme për inteligjencën artificiale. Ka ndërtuar një chatbot mundësuar nga inteligjenca artificiale të quajtur Diella, i cili do të shërbejë si ministri i prokurimit publik i vendit. Që tani tutje agjenti artificial do të menaxhojë të gjitha ofertat për kontratat dhe blerjet qeveritare, nga punimet rrugore të shërbimet shëndetësore publike. Diella do ta bëjë Shqipërinë një vend ku tenderet publike janë 100% të lirë nga korrupsioni, thot kryeministri Edi Rama. Agentët e inteligjencës artificiale po zëvendësojnë ekspertët njerëzor në politikë, drejtësi dhe mjekësi. Qeveria estoneze po teston përdorimin e gjyqtarëve të inteligjencës artificiale në mosmarrveshjet civile. Nuk janë vetëm qeveritë përdoruesit po ndjekin këtë trend. Një raport i kohëve të fundit zbuloi se më shumë se 10 milion britanik po përdorin chatbot për të menaxhuar dhe vetë diagnostikuar problemet e shëndetit mendor. Këto përpjekje duken të arsyeshme, madje një zgjidhje e mirë për çështje urgjente. Njerëzit kanë të meta, ata janë të korruptueshëm, të ngadalë dhe shpesh bëjnë gabime, pra ka kuptim që ata të mund të zëvendësohen me qenie në duke të pagabueshme. Megjithatë, ndërsa agjentët që zëvendësojnë ekspertët njerëzor mund të duken fillimisht tërheqës, mbështetja te inteligjenca artificiale ngre pyetje serioze dhe ende pa përgjigje në lidhje me përgjegjësinë dhe efektivitetin. Motivimet për t'u drejtuar chatboteve të inteligjencës artificiale variojnë nga rritja e transparencës deri te rritja e furnizimit me shërbime publike. Shqipëria vuan nga përhapja e korrupsionit. Raporti më i fundit nga Dash mbi vendin arriti në përfundimin se korrupsioni ishte i pranishëm në të gjitha degët e qeverisjes, përfshirë përmes prokurimit publik dhe partneriteteve publik-privat. Kjo po pengon pranimin e vendit në BE, një qëllim që kryeministri Rama synon të arrijë deri në vitin 2030. Vende të tjera po shqyrtojnë zgjidhjet e inteligjencës artificiale për akumulimin e lëndëve të tyre burokratike. Në Estoni, numri i gjyqtarëve në 2 dekadat e fundit ka mbetur konstant, ndërsa numri i çështjeve është pothuajse dyfishuar. Në Mbretërinë e Bashkuar, gjykata e Kurorës kishte një numër rekord prej 67.000 çështjesh të pazgjitura në fund të vitit 2024. Ekziston një nevojë në rritje për shërbime të shëndetit mendor, që nga mesi i vitit 2025 mbi 1 milion njerëz janë në listën e pritjes së shërbimit kombëtar shëndetësor të Mbretërisë Bashkuar për të marrë mbështetje. Edhe pse tërheqës ky kalim nga njerëz në ekspert të inteligjencës artificiale vjen me rreziqe serioze, ndërsa chatbotët janë mbreslënëse të besueshëm dhe autonom, ato janë gabueshme. Problemi është se kur inteligjenca artificiale bën një gabim, nuk është e qartë se kush është përgjegjës. Modelet e mëdha gjyqësore si ChatGPT ose Diella zotrojnë një sistem rrjeti nervor të modeluar sipas trurit të njeriut. Atyre u shjen sasi të mëdha të dhënash, të cilat nga ana tjetër u lejojnë atyre të bëjnë kalkulime midis pikave të dhënave. Ndërsa kjo i bën ato të mira në bërjen e parashikimeve autonome dhe në ofrimin e përgjigjeve të besueshme. Është e natyrshme për sistemet të tilla ashtu si për trurin ton që ato ndonjëherë të japin përgjigjen e gabuar. Kur ekspertët njerëzor bëjnë gabime, ata mund të mbahen përgjegjës. Për mjekët dhe avokatët, ligji për keqpërdorimin e profesionit ndryhym për të mbrojtur qytetarët. Kur ekspertët njerëzor veprojnë me neglizhencë ose shkaktojnë dëme të parandalueshme. Kur ministrat dhe gjyqtarët bëjnë gabime, reagimi publik mund të shtrojë presion mbi qeveritë që t'i bëjnë ata të japin dorëheqjen. Një përgjegjësi e tillë nuk ekziston me inteligjencën artificiale. Nëse një agent i inteligjencës artificiale bën një gabim, është e vështirë ta mbash atë përgjegjës. Çështjet ligjore po shtohen. Një klient i Air Canada kohët e fundit paditi kompaninë pasi chatboti i saj i dha atij informacion të rrem në lidhje me politikën e linjës ajrore të transportuesit. Në përgjigje, kompania argumentoi se nuk mund mbajë përgjegjëse për këshillat e dhëna nga chatboti sepse ishte një entitet i veçantë ligjor që është përgjegjës për zgjedhjet e veta. Edhe pse linja ajrore e humbi çështjen dhe ju desh të kompensonte klientin, pyetja më e madhe se si të menaxhohen përgjigjet mashtruese ose të rreme nga chatbotet mbetet pa përgjigje. Chatbotet e inteligjencës artificiale shpesh quhen kuti të zeza etike. Kjo sepse ndryshe nga njerëzit ato nuk mund të shpjegojnë vendimarrjen e tyre. Nëse ministrja e inteligjencës artificiale Diella merr një vendim për prokurim publik që rezulton të shkaktojë dëm të madh, ajo nuk do të jetë në gjendje të shpjegojë arsyetimin sepse mori këtë vendim. Kjo është një pyetje urgjente, pasi agentët e inteligjencës artificiale zëvendësojnë ekspertët nga të cilët qytetarët kërkojnë gjykime dhe shpjegime të menduara mirë. Zyrtarët qeveritar të mundsuar nga inteligjenca artificiale paraqesin gjithashtu probleme praktike. Siç tha vetë kryeministri Rama në njoftimin e tij, Diella është antari i parë i kabinetit që nuk është fizikisht i pranishëm. Ajo nuk mund të ulet në tryezë gjatë mbledhjeve të kabinetit dhe nuk mund të mbyllet nëse shkel ligjin. Ndërsa ka rreziqe në zëvendësimin e burokratëve me agent të inteligjencës artificiale, teknologjia mund të rrisë produktivitetin e tyre. Në Gjermani, inteligjenca artificiale po testohet për të ndihmuar avokatët dhe gjyqtarët. Kjo u lejon gjyqtarëve të përqendrohen në pyetjet komplekse në punën e tyre ku kërkohet gjykimi njerëzor dhe t'ia lënë detyrat administrative inteligjencës artificiale. Shërbimi kombëtar shëndetësor i Mbretërisë Bashkuar po eksperimenton me përdorimin e chatboteve për të triazhuar njerëzit që kërkojnë mbështetje për shëndetin mendor në mënyrë që ata që kanë nevojë të mund të gjejnë një specialist njerëzor sa më shpejt të jetë e mundur. Emërimi i një ministri të inteligjencës artificiale nga Shqipëria bëri bujë në media. Rreziqet e rritjes së përgjegjësisë nga sistemet e inteligjencës artificiale janë reale, por edhe mundësitë që kjo teknologji të përmirësojë shërbimet publike janë reale.